Banori Londrim Mekaj ka ndarë në prahimin e së hënës linjën e tij të jetës. Ai ka rrëfyer detaje nga fëmijëria e tij. Jeta në fshat e deri te zhvendosja në Prishtinë. Këngëtari shqiptar tregon se i është dashur të punojë që fëmijë pasi kishin një fermë me lopë. Më pas tregoi edhe lidhje me prindërit, veçanërisht me të ëmën dhe për atë se si vendosi të shpërngulej në Prishtinë. Si fëmijë kam qenë shumë i lumtur pozitiv. Kam pasur qejf të ndihem gjallë të bëj gjëra që më kanë pëlqyer në të njëjtën kohë, nuk kam mundur ta shijoj fëmijërinë shumë sikur më urrit para kohës se kemi pas fermën tonë. Për një moshë shumë të vogël që t'i ruaj lopët me ndihmën nënës babait në vend se të luaj të kënaqem, nuk jam pishman as edhe një herë. Por si fëmijë meriton me shiu fëmijërinë. Kam filluar të punoj si 7-8 vjeç dhe deri në moshën 22 vjeçare kam jetuar një rutinë të njëjtë gjithmonë me shpresën se kur po nderon diçka, gjithmonë e kam ditur se i përkas jetës së katunit. Ka pasur raste që më është dashur të zgjohem herët në mëngjes me i miel lopët. Me u pastru me shku në shkollë tani me i rujt. Ka qenë ngarkesë që s'kam mundur ta shpreh me askënd. Nga fëmijëria kisha dashur të përjetoj si fëmijë, jo të rritem para kohës. Me nënën ka qenë një person që e kam pasur për gjithçka. Ka qenë shok, nën, bab. Nëna është forca ime dhe është problem të flas me të. Babai ka qenë i fokusuar shumë te puna si të arrijë të bëj diçka më mirë. E kam ndier një farë zbrastie mungese që s'kam mundur t'ia them kur. Lidhje me baban sot e kam shumë mirë. Por kam qenë më i ftohtë. Adoleshenca ka qenë periudha kur e kam zënë veten duke menduar për ëndrat e mia. E kam ditur qëllimin në jetë. Në fshat kam jetuar deri në moshën 21 vjeçare dhe ka qenë një moment që kam thënë është bërë boll. Puna që e kam bërë nuk më ka kënaqur, kam ardhur në Prishtinë. I vetmi person që meriton me ja dëshmu çka si tek është vetja ime. Deri tash Big Brother për mua është eksperienca më e bukur. E kam përjetuar një fëmijëri. Më ka mësuar të jetoj 100% ashtu si do. Pa marrë parasysh nëse paragjykohesh. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.